Policia ka vënë në pranga një tjetër person të dyshuar për përfshirjen në ekzekutimin e biznesmenit në Elbasan. Ngjarja tronditi qytetin pak ditë më parë. Arrestimi është kryer në Prenjas, ku kap 33 vjeçari Nevzat Spao, person me precedent penal, i cili sipas hetimeve paraprake dyshohet se ka qenë ekzekutori me armë i viktimës. Burime nga grupet hetimor bën me dije se lokalizimi dhe kapja e Spaos është rezultat i disa orëve ndjekje dhe verifikimesh nga strukturat e policisë së shtetit që po punojnë intensivisht për zbarjen e plotë ngjarjes. Arrestimi i tij pritet të hedhë më shumë dritë mbi motivet e vrasjes dhe rolin secilit për personave të përfshirë. Ndërkohë vijojnë kontrollet dhe hetimet për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë të dyshuar në ekzekutim. Dhe për të folur për të ngjarje, por edhe për shumë zhvillime të tjera kronikës, kam kolegun Artan Hoxha. Artan, kënaqësi të kem studio. Faleminderit që u bashkova. Faleminderit për ftesën. Artan, çfarë ishte kjo ngjarje? Në fillim, për shkak edhe të mënyrës se si u zhvillua, u duk sikur ishte ngjashme me konfliktin që ka tashmë dekada që zgjat në Elbasan. Por zhvillimet e mëvonshme, arrestimi fillimisht i personave të dyshuar, pastaj zbulimi i skemës se si kishte ndodhur ngjarja, tregon se autorët e kësaj ngjarje thjesht kishin tentuar të imitonin profesionistët, domethënë, po nuk e kishin realizuar dot qëllimin. Dhe këtë tregon qëllimi realizuar ato, ekzekutimin, po. Qëllimi për të fshehur gjurmën. Për të fshehur gjurmën, po. Sepse aty tregohet, domethënë, aftësia, sa mundësi ke të largohesh dhe të humbësh gjurmën. Dhe në rastin konkret, në pamjen e parë duke e ngjashme me zinxhirin e ngjarjeve që kanë ndodhur në Elbasan, sidomos mbas masakrës vitit 2015 dhe mbrapa po gati 10 vjet Elbasani ka patur një situatë shumë të rënduar kriminale. Por kohët e fundit ka në qetësi për shkak edhe të zhvillimeve të fundit, edhe dy betejat që u zhvilluan atje patën një lloj përfundimi, qoftë dhe me ndërhyrjen e shtetit, kështu që aktualisht kjo ngjarje në pamjen e parë ta shkruaj përshtypjen sikur po rikthente edhe një herë serialin apo zinxhirin e vrasjeve në Elbasan, të hakmarrjeve mes grupeve rivale, por në fakt kishin bënë me një situatë tjetër e cila për fat mirë deri tani të paktën është qartësuar për çfarë ka ndodhur. Nuk është pjesë e këtyre thash ngjarjeve që ka ndodhur në të kaluarën. Vetë mënyra se si u arrit që për një kohë të shpejt të zbuloheshin personat e përfshirë. Madje kemi edhe të rastin duke marrë shkas nga ngjarja e Rinasit, ku tha që sa të instalohet ai rrjeti i Smart City i kamerave që do të jenë cep. Tani kamerat nuk e di vetëm po i duan t'i kenë dhe me zë këta, sepse kamerat në çdo moment kanë filmuar, kanë regjistruar, kanë treguar se çka ka ndodhur. Dhe të çosh edhe $120 milion, $120 milion në dia janë euro, dollari ka rënë pak, shkon çik më rënd fatura, për projektin e Smart City, i cili në vetvete nuk është se sjell ndonjë zhvillim të madh, rrisi të madhe, përveç se cënon liritë themelore të njeriut, sepse modeli i tij është Emiratet e Bashkuara dhe kryesisht Dubai, dhe aty nuk është një vend demokratik. Pra ti nuk po merr shembull një vend demokratik, po merr një vend që si bëhet vonë fare për liri dhe drejta e njerëzit. Londra ka një tjetër lloj sistemi dhe ata e kanë kaluar në një formë tjetër, kurse ato që kanë Emiratet e Bashkuara është sultani apo sultanati, se sultanatat janë 7 emirate, kanë vendosur që ta mbikëqyrin komplet rendjen dhe sigurinë në territor, duke mbuluar me kamerë. Po atje është mundësia se ti s'ke u shkon. Po dole nga qyteti, o del në det, o del në shkretir. Pra ti, si thosh, jenë kurth, dhe gjithandej nën monitorim kamerash. Kurse në rastin ton, nuk është se do na japi ndonjë efekt madh krahasuar me ngjarjet që po ndodhin. Megjithatë, ajo që mund të them për ngjarjen e Elbasanit, pra që merr shkak për mua nga ngjarja e Elbasanit, është çiko ku dallojnë ngjarjet e rënda në këtë vend, kur kemi të bëjmë me krim të organizuar. Pra, në 4 tetor u bë atentati me minë në Sarand, ku vra Yusuf Yaçaj. Ishin ngjarje shumë e rëndë për qytet të Saranda, shumë të qetë, për situatën e rendit dhe sigurisë, dhe jemi 2 muaj mbrapa s'ka autor. Hetime deri tani nuk kanë dhënë rezultate, edhe pse thashë qyteti i vogël, hyrjet dhe daljet janë shumë të kufizuar atje.
në 11 tetor, pra një javë më mbrapa, ndodhi ngjarja e Rinas. Po. Po afrohemi dhe aty 2 muaj, s'kemi autor. Pra, ishte një ngjarje me përsëra shumë të rënda, e ndodhur në një vend mjaft të mbuluar, paktën teorikisht nga rendi dhe siguria, dhe jemi pa autor. Pra, këto janë ngjarje që kanë të bëjnë me krimin organizuar. Dhe këtu është e vështirë të qaret, dhe prandaj zbarret këtyre. Jo më kot, po kujtoj ngjarje të vitit kaluar, ka qenë parafasisht në një periudhë, është masakra e Shkodrës, e Dobraç. Po. Ku vra Hamza Lici, Ardin Burshati, dhe plagos Ibrahim Lici, dhe po ashtu humbë jetën tragjikisht. Në mënyrë krejt pa faqen bashkim Basha dhe Fatbardha Basha. Po. S'ka lëvizje as për atë ngjarje. E kaloi një vit. Edhe pse u tha që shumë afër e zbardhja. Tani pritet të ndodhë ngjarje tjetër, ndodhi ngjarje në Shkodër, po. Pjesë e kësaj, pra guri kilometrik i radhës. Por në institucionet aty kanë dështuar për ta zbardhur. Ngjarja tjetër e bujshme që ishte poshtë viti kaluar, që është pa autor, është ajo masakra me Malie, ku vra Shoqëri Kalemi, Marcel Çela dhe kamarie lokalit Ledian Muka. Edhe ajo është sot e kësaj ditë pa autor. Pra, dallohet ku kemi të bëjmë, ku është dora e krimit organizuar, organizatat fuqishme kriminale, apo grupe strukturuara, dhe ku kemi të bëjmë me konflikt ortakësh, siç ishte rasti i Elbasan. Pra, në të gjitha të rastet që më përmenda, që janë ngjarje shumë të rënda dhe të gjitha së bashku, këto kanë marrë 11 jetë njerëzish. Po. Pra, gjithë bilanci vjetor i një viti shkon diku tek 30-40 për luhatet vitet e fundit. Pra, vetëm këto ngjarje dhe këto janë pa autor. Pra, këto janë ngjarjet e vërteta që kanë brenda dozën e krimit organizuar. Pjesa tjetër, për fat të mirë, nuk është e tyre. Në Elbasan, vitet e fundit, pra mbas ndërhyrjes që u bën në konfliktin midis Nureddin Dumani dhe Talo Çelës, pra mos gaboj ka qenë marsi, 20 marsi ose 29 prilli i vitit 2022, që nga i moment e mbrapa Elbasani ra në qetësi. Ka patur herpasere në ngjarje, por... A është qetësi reale tana, apo është qetësi para fortunës? Nuk është punë para fortunës, thash, aty kishim një luftë mes 2 grupesh kundër 2 grupeve tjera, më të vjetra, më tradicionale. E fituan këto 2 grupet e reja. Dhe u fut dhe shteti në atë me spake me agjencitë e tjera të zbatimit ligjit, dhe këto që e kanë fituar e kanë këta kontrollit. Pra, edhe pse janë në trysni, edhe pse mund të jenë në kërkim, këta që kanë fituar të luftë që zgjatim shumë se i dekad, ata e kanë kontrollit. Në momentin kur do të shikosh i reaktivizim të ri të ngjarjeve të rënda, duket që një operator i ri ka hyrë në treg dhe ai po mundohet të rimarr kontrollin ose të marrë kontrollin e. Për më tepër Elbasani është shumë i rëndësishëm për shkak se është gati një lagje i Tiranës. Pra ti je për 20 minuta je aty, është një artere shumë kyçe, shumë kryesore, ku të gjitha rrugët nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, kryqëzohet në atë qytet. Plus dhe për fuqinë financiare që arritën grupet e Elbasanit, sidomos gjatë 5-6 viteve të fundit, u bën nga grupet më të fuqishme të Shqipërisë, sidomos për nivelin e lartë të fuqisë financiare që ata garantuan. Por thashë një herë është, edhe pse një pjesë e mirë e tyre ne po i shikojmë në proceset gjyqësore në gjykatën e posaçme, sepse janë në gjykime sipër, dhe kupton deri në çfarë niveli ka qenë barbaria, intriga që është bërë aty ndaj njëri tjetrit. Deri në ç'është nivel janë bërë kombinimet, deri ku ata kanë shkuar në filtrimin që ka bërë brenda agjencive zbatimit ligjit që duhet të godisin, dhe panorama që ne shohim aty është me vërtet një panoramë shumë e trisht dhe shumë tragjike, e cila pastaj u përkthyen në atë bilanc vrasësh të një pasnjëshme të cilat nuk ndalonin. Aktualisht jemi në frika që u paraqit në ngjarjen e radhës, ishte pikërisht kjo. Që mund të ishte një reaktivizim. Mos u rikthyen sërish ata, por në fakt nuk rezultoi ashtu. Megjithatë pasojat e ngjarjes ishin të rënda, sepse në fundit është humbur jeta e një njeriu. Megjithatë thash që problemi më të madh ne kemi me ngjarjet e rënda kriminale që kanë të bëjnë me direkt krimin organizuar. Kemi zhvillime me që ti përmende, Rinasi, ka një zhvillim të ri lidhur me atë ngjarje, çfarë nga ato që ti di apo asgjë? Zhvillim të ri. Policia ka ecur me prokurin duke ngushtuar